Do të kalojmë në çështjet politike, janë të shumta realisht, edhe do ta nisim me LDK-n. Fillimisht me mua është Engelberti, drejt për drejt, dhe Afërdita do të na bashkohet vetëm pas pak, posa të jetë gati. Engelbert, përshëndetje, mirë se erdhe në Kosova Live. Alo? Po dëgjohemi? Nëse po na dëgjon. Okej, se isha duke u lidhur tani me këto. Okej, jemi në rregull, po na dëgjon do të thotë. Po. Mirë shumë, mirë se erdhe në Kosova Live. Mirë se u gjeta. Atëherë kemi folur shumë gjatë këtyre ditëve për LDK-n dhe po vazhdon të flitet për LDK-n. Do të bëj një pyetje të përgjithshme për të kuptuar këtë këndvështrimin tënd, duke ditur që edhe e ke një përvojë. Çka sipas teje po ndodh në LDK, brenda LDK saktësisht? Po, ta themi po vazhdon ajo që filloi në kuvendin e janarit, në 31 janar, ku kishte pak nësi në LDK rreth rezultateve të zgjedhjeve. Në LDK ka pritje shumë të larta se kjo që po ndodh, dhe në LDK ishte krijuar, ka qenë gjithmonë, por është rikthyer dhe është potencuar ai parimi që në LDK duhet të synohet lart, që LDK është partia e parë. Dhe cili do lider që merr këtë detyrë përsipër të udhëheqë LDK-n, duhet ta ketë të qartë që ose ke për të pasur sukses në këtë mision, nëse jo duhet të hapësh rrugë të tjera. Këtë e kishte pranuar edhe vetë kryetari aktual Lumir Abdixhiku si parim, e kishte përsëritur disa herë publikisht, privatisht, po edhe nëpër media e nëpër mbledhje të ndryshme, që su arritën objektivat, e objektivi kryesor është të del partia parë, ose të rritet bindshëm, të ketë rritje të theksuar si parti, atë duhet të jep dorëheqje të hapë rrugë për dikë tjetër. Kjo nuk ndodhi. Antarët e kryesisë ja kërkuan këtë, ja kanë kërkuar në kuvendin e janarit. Në kuvendin e janarit arriti të mbijetoj për pak vota dallim, domethënë normal në kushte normale kur dorëheqja kërkohet nga 40 mbi 40% e antarësisë, atë mbijetesë nuk është edhe fort domethënë e qëndrueshme, po megjithatë ai vazhdoi të udhëheqë partinë edhe për zgjedhjet e ardhshme, po edhe në zgjedhjet e ardhshme, edhe pse bëri disa ndryshime që ja lejoi kuvendi atë ditë, ato ndryshime ajo strategji nuk dule suksesshme, dhe kështu që tani kemi prapë zërat të gjithanej nëpër Kosovë që kërkojnë që të jep dorëheqje sepse strategjia e tij nuk po del të jetë e suksesshme. Në rregull. Afërdita, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Për ty, çka po ndodh dhe a ishte e pritshme kjo që është duke ndodhur në LDK, pra që do të vinte një moment, dhe sidomos pas rezultatit të 7 qershorit, që në një formë është pritur që mbase ardhja e Vjosa Osmanit do të bënte një ndryshim në LDK sa i përket votës. Nështë dikush e ka prit ndryshimin e shkumjes së Vjosa Osmanit në LDK, po unë nuk e kam pa kur që ajo mundet me pas ndryshim, për shkak se mënyra se si ka shkuar, se mënyra se si u sjell ajo ndaj LDK-s, megjithatë elektorati i nuk besoj që ja harron, edhe u pa që nuk ja ka harru, domethënë me një farë forme, nuk ka që LDK-ja pati rritje ose pati pritje çfarë ata rritje çfarë pritje kishte. Ajo që po ndodh sot në LDK nuk është diçka e çuditshme, domethënë është prit që nëse ti Tripal zgjedhje si kandidat për kryeministër, nëse herën e fundit ishte kandidat për kryeministër, më megjithatë është kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, arrin me qenë vazhdimisht në vendin e tretë dhe sidomos në këto zgjedhje gëzohesh, del i hareshëm dhe na tregon cili është numri 13, cili është numri 18, atëherë u ditë se diçka ka më ndodhur brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Edhe në një kuvend më herët një janar, apo kur e patën, ne pam që pavarësisht që dha deklarativisht ose sa përcy të publikut dorëheqje Lumir Abdixhiku, nuk ishte ende i gatshëm të alironte pozitën e kryetarit të LDK-s, dhe u bën një farë lloj pushate që ai të ngelet kryetari i LDK-s dhe u votu në kuvend të LDK-s. Po duket që as tash s'është i gatshëm për ta. Po du me dalë edhe këtu. Do me thonë, në atë kohë kishte votat për shkak se pikërisht që to degët, që sot po e kundërshtojnë, në atë kohë e përkranë, do me thonë, dega e LDK-s në Lipjan dhe në Peq, konsiderohen degë të
më të mëdhaja për shkak se kryetarët e tyre janë edhe kryetarë të komuna, pra janë zgjedhur kryetarë të komunave. Dhe atëherë arriti, të më thonë janar arriti me kalu me pak vota, me gjithat e mori... Se ishte bërë një video virale, Lumir Abdigjiku, pikërisht në presin duke folur për gazmendin, për kryetarin për gazin, si që shprete në intervist. Po pyetja vend që pse pikërisht këto dek, pra të rëndësishme të cilat i përmende, Engelbert, me nis nga ty, pse këto dek tani po e kërkojnë dorëheqjen e Lumir Abdigjikut? A ka ndodhur diçka që nuk dihet mbase në publik, apo është vërtet çështja e rezultatit të 7 qershorit? Aja që nuk thuhet në publik është se në kuvendin e janarit, përveç që mbjetoj këtë votimin e dorëheqjes Lumir Abdigjiku, në kuvendin e janarit kryetari pas i shpëtoj, ai i mori edhe shumë kompetenca të tjera të me një hershme aty. Do më thonë, atëherë është votu një disë e madhe e kompetencave që autorizonin ose jepnin të drejt kryetarit që të bëjë shumë ndryshime në aspektin strukturor, vëllë në aspektin organizativ. Dhe aty kemi pas ati kuvendin, ne kemi disa ndryshime në disa figura të reja të parti, dhe më thonë që u kyqen në kryesi, drejt për drejt, pra pa pasur zgjedhje të brendshme, por kryetari i mori të drejtën që të bëjë disa emrime të reja në kryesi, ti bëjë disa ndryshime, për shembull ishte sekretar i përgjithshëm ishte Imri Ahmeti, tani është Edir Ferrati dhe shumë të tjera të cilët për publikun ende nuk janë fort e njohura, sepse janë probleme të brendshme, por ato pastaj kanë ndikuar në harmoninë e brendshme të LDK-s. Po, përsa i përket kryetarit të PS, Engelbert, sepse është duke për folur që realisht Lumir Abdigjiku dhe ai nuk flasin mes vete. Sa është e vërtet kjo? Një gjë, se tashi këtu kjo të folurit mes veti ka dy natyra. Ajo jeta private dhe jeta zyrtare politike. Do thënë ata në aspektin politik ne i kemi pa që ata kanë pas takime këtu bashkë, kanë vënë dorë njëri tjetrit, janë përshëndet, kanë punuar bashkë gjatë fushatës, ne i kemi pa ata. Po në aspektin privat do thotë ata kanë marrëdhënie të ftohura. Ajo dihet tash edhe botërisht që kryetari Gazmend Muazeri, dhe pse nuk është bërë shumë e madhe publike, ai nuk është më antar i kryesisë së LDK-s. Po ai është vetëm kryetar i degës së LDK-s në Pej. Dhe nuk është antar i kryesisë. Pra kjo tregon që aty nuk ka një bashkëpunim, nuk ka një mirëbesim dhe mirëkuptim mes tyre dyve. Po e njëjta gjë vlen edhe me disa kryetarë tjerë të cilët ende nuk po bëhen publike emrat e tyre, po ka edhe të tjerë që janë të pakënaqur nga mënyrën. Kush janë këta të tjerët? Po jo, do t'i shohim ko pas ko, ata do të dalin gradualisht, do të deklarohen të gjithë, sepse aty një ditë duhet të përfundoj këtë debat i brendshëm dhe do të zinët një zgjidhje, dhe do të delin nga kjo situatë. Po ajo që po duhet të them është që kryetari Lumir Abdigjiku filloi të bëjë reforma, pa të ndryshoj njerëzit, të sjell njerëz të tjerë, të largoj ata që i kishte dhe të sjell njerëz të tjerë. Dhe në momentin kur ty të lejohet që të veprosh, të bësh të ndryshime në heshtje, pa asnjë pengesë, me idenë, me qëllimin që ti në zgjedhjet e ardhshme të deli suksesshëm dhe arrin zgjedhjet e ardhshme dhe suksesi nuk shifet, atëherë këta të cilët kanë qenë larguar në këtë rast konkret, siç është Gazmend Muazeri, Imri Ahmeti, këta tash i reagojnë, thonë ne ta dhëmë mundësinë, ishim të heshtur, nuk penguam dhe tash s'ka sukses. Kështu që tash misioni ju të përfundoi dhe hap rrugë të tjera. Okej, Aferdita, a mund të ketë ndikuar në këtë shpërfaqje tani më të gjitha këtyre mospajtimeve edhe disponimi nga disa të tjerë për një bashkëpunim të mundshëm me vetëvendosjen dhe Albin Kurtin për tutje? Siç e kemi dëgjuar Lutfi Azirin fillimisht këtu në Presenga, që i hapi dyert. Po përveç ti problemit që LDK mbeti aty ku ka qenë pozicionin e tretë dhe nuk arriti ndonjë sukses me gjithat pompositetin e madh që u fut në këto zgjedhje, një anë është edhe kjo, për shembull se ka disa antarë të Lidhjes Demokratike që janë me peshë në Lidhjen Demokratike, që kanë ndikim në Lidhjen Demokratike, që janë deklaruar në një farë forme që janë kundër një koalicionit me vetëvendosjen, ndërkohë në anën tjetër kemi pa një vetë ofrim të që ka ba Lutfi Aziri që LDK është e gatshme me bashkëpunu, me bashkëqeveris, me lëvizjen vetëvendosje dhe ka do emra edhe të presidentit, kush mundet me qenë president, në ndërkohë edhe pse
demantoj ato mas 2 orë, dhe më thonë, jo që u tërhaq nga... E sharoj, me a i tha, po, që Vjosa Osmani vazhdon me... Nuk besoj që një medium serios mund t'ja ketë deviju deklaratën e parë. Çka ndodhi, çka mendon? Po, problemet në LDK, dhe më thonë, sigurisht dikush i ka thonë që Vjosa ashtu, dhe ajti dikush nuk mundet me kronë dikush tjetër përveç Lumir Abdigjigut, të cilin të gjithë e dim mënyrën se si e pranoj Vjosa Osmani në LDK dhe si a dha hapësirën Vjosa Osmanit në LDK. Ashtë fakt që është votu në kryesia, po ku është votu kthimi Vjosa Osmanit, por mos kishte qenë Lumiri dhe lubimi i Lumirit dhe dëshira e madhe e Lumirit që me kthy Vjosën, ndoshta t'ishte dikush tjetër Vjosa edhe Lutfi Aziri mund t'jetë kundër Vjosa Osmanit? Dëgjoj, Luta e ka një deklarim ka njëherë pothuajse të njëjtë, apo den. Lutës shoja intervistat, qyre Lutën, parapërsisht e din çka ka me thonë, na ka thënë që presidenti kalon ka LDK-ja, kryeministri kalon ka LDK-ja, ai kalon ka LDK-ja, gjithçka kalon ka LDK-ja. Megjithatë, ma herët Luta ka pas një farë lloj, kanë pas disa përkime me Vjosa Osmanin një maj, mirë po kohëve të fundit ka qenë, nuk e kam pa që ka pas ndaj deklarat kundër ose që ka qenë kundër kthimit. Po më duket se cili është ka qyrë interesin e vetë, qa po mundë, cili është interesi ti. Po me cilin opcion ti realisht? Me Vjosën e dim që nuk je. Po me këtë opcionin ose Lumiri ose Luta për president? Lutfi Aziri, jam falni se po i referojmë ndonjëherë ashtu siç bisedohet në për këto grupet, edhe në për kafe. Tash nëse vim vetëm deri te këta emna, dhe s'kemi asnjë emër tjetër, atëherë unë mund të them për kë. Për kë? Për kë. Kush do t'ishte i duri? Kosova ka emna të mjaftueshëm për me qenë president vendit dhe nuk u me jetë Kosova në 2-3 emna që ja propozojnë. Po cilin do ta pranonte në të themi Albin Kurti? Demokratike. Lutfi Azirin apo Lumir Abdigjigun? Dëgjoj, Lutën gjithmonë e kanë akuzu për ti afërt me Partinë Demokratike. Do të thonë Luta kur s'ka mujt me as vetë nuk ka mujt me dëshmu që është LDK edhe s'ka lidhje me PDK, se vazhdimisht është akuzu, do më thonë jo lidhje ta për ta, për shkak të natyrës e Lutës, që unë Lutën e njoh shumë herët, dhe Luta ka një farë fleksibilitetin, një farë qasje të tillë me njerëz, do më thonë nuk është agresiv, nuk është... Kemi nevojë edhe për politikanë të tillë, kur e mendon Ferdita. Ndërkaq Lumiri në anën tjetër në disa raste ka qenë pro Albin Kurtit në disa raste. Për shembull, ne kujtojmë për herë të parë Lumiri ka ardhur kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, tu e kundërshtu partinë e vetë dhe tu ju bashkangjit frymës Albin Kurti. Do të thonë, Albin Kurti kërkonte reforma në atë kohë për parti tjera e bënin reforma dhe e bënën LDK e bënin Lumirin kryetar. Nuk e pat votu në atë kohë qeverinë Abdullah Hotit, nuk pat najtë minister, pavarësisht kërkesë që ajtë rrënte minister e infrastrukturës, s'pat qëndru. Pat qëndru në salë, kur është ba Vjosa Osmani, presidente, ja pat bakur, më përthom, janë disa elemente që mundet me ju përshtat ma shumë Albini, Lumiri se sa Aziri. Okej, dhe Engelbert, dje u bënë në fakt shumë e madhe, kjo që Lutfi Aziri deklaron, ose... Lumiri ose për president me pas doli Lutfi Aziri dhe sqaroj këtë. Si pas teje, çka ndodhi në këtë? Dua të marrëm një këtë mbështrim tëndin. Okej, tash Lutfi Aziri që është njëri për emra për president, kjo nuk është prej dje, kjo është prej kur Kosova është në ngërsht politik. Domethënë Lutfi Aziri ka qenë vazhdimisht njëri prej personave që LDK-ja do ta kishte propozuar nëse kishte më ardhur deri te ajo marrëveshja paraprake për parime për president që është folë vazhdimisht dhe që nuk është arrit kur. Po, ajo që ka është, kështu që Lutfi Aziri prapë mbetet gjithmonë një emër që mundet me dalë nga LDK-ja në qoftë se ka me pas një marrëveshje mes LDK-s dhe vendosjes, ose në këtë rast Lumir Abdigjiku dhe Albin Kurtit. Problemi është që si do të arrihet deri te kjo marrëveshje. Te kjo marrëveshje është shumë vështirë me u arrit të pas parasysh përbërjen e deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ne sot i kemi në listën e deputetëve, pra që janë deputetë të zgjedhur, ende jo të certifikuar, spaku 4 ose 5 të cilët në marrëveshjen me Albin Kurtin ose vendosjen e shoshitin shumë, pra te ke Abdullah Hotin, Hikmetën, Adengashin e tjerë, ata kanë në prioritet e kanë
tazemi problemi i gazit të lëngshëm me Amerikën, ose orientimi nga Amerika apo kundër Amerikës. E janë disa kushte tjera, domethënë nuk e merr votën blanko Albin Kurti për president edhe askush, në qoftë se për shembull nuk plotësohen disa kushte për disa deputetë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, kështu që është vështirë me folni që do të ketë një marrëveshje për president mes Albin Kurtit edhe Lumir Abdixhikut, sidomos në këtë situatë. Engelbert, mbrëm, Ramush Haradinaj në pressing tha që realisht Aleanca nuk ka ksondra dhe nuk do të jetë pjesë e qeverisë Kurti. Ai tha që Kurti e do LDK-n si një matere për një kontroll total. Dhe a mund ta bëjë këtë? A mund ta kontrollojë totalisht pra LDK-n Kurtin? Pikërisht ka shumë deputet në LDK që mendojnë kështu. Dhe ata deputet asnjëherë nuk do të pranojnë që të mashtrohen kaq shtet nga Albin Kurti për të satën herë dhe të jenë pjesë bëhen patericë se loja e Albin Kurtit. Prandaj Lidhja Demokratike e Kosovës duhet të jetë kujdesshme në këto planet e afat shkurtra, sepse këto do të ndodhin shumë shpejt këto gjëra, po pa pas një unifikim të brendshëm nuk mund të shkosh në bisedime me Albin Kurtin, sepse nuk mund të arrish asgjë. Edhe këto gjëra i dinë edhe vetë Albin Kurti dhe atëra do të përdor do të shfrytëzon këto negociata ta themi për president, duke të trajtuar si të dobët dhe të brisht. Gjatë këtyre ditëve jam më shumë i përfolur kur flitet për këto krizat në LDK dhe atë se çka mund të ndodhë në të ardhmen, është shumë edhe përparim Rama. Po më la dje përshtypje diçka në një video në të cilën pra ai kishte pasur një takim për disa prej këngëtarëve tonë për koncertin brëm që ishte në Prishtinë, e bëri të ditur se nuk do të flas për LDK-n, që në fakt ai gjithmonë është i gatshëm realisht për të folur për aktualitete. Distancimin e tij në këtë moment, kundër asaj betejës që ka me vetëvendosjen. Si e shihni? Distancim, është një heshtje atij momenti, por nuk është distancim. E momenti thua është vetëm. Po ai ka qenë vetë asaj e djeshit, do thotë është një heshtje e djeshit, po. Okej, po pret që përparim Rama të dalë me qëndrime apo jo? Jo, nuk do ai me qëndrime nuk do të del për momentin, në thënë që është pro ose kundër njërit ose tjetrit. Por që ai po del që është një zë i fuqishëm që mund të përballet me Albin Kurtin, me vetëvendosjen, po shifet dhe po vrehet çdo ditë, sepse ai me të vërtetë po del në mbrojtje të interesave të qytetarëve, në këtë rast më shumë të Prishtinës, sepse është kryetari i Prishtinës, mirë po e kemi pa që po reagon edhe për probleme nacionale. Pra, po del një zë shumë i fuqishëm, ajo që po pret edhe elektorati i LDK-s, e ajo që nuk po e shohim tek Lumiri, do thotë ne nuk po shohim një përballje të drejtë për drejtë të Lumirit me Albinin, të politikave, domethënë kryesore. Tash ne e shohim gjithë këtë problem që po ndodh me gazin amerikan, që po tregon një orientim të Kosovës pro ose kundër Amerikës. Ne e shohim një heshtje totale të Lumir Abdixhikut, pra nuk ballafaqohet me Albin Kurtin. Kjo është ajo që elektorati i LDK-s Vjosa Osmanit Engelbert, kemi pas ndonjë deklarim për çka po ndodh. Sa mirë po i lidhin gjana, domethënë ajo që mendohet në anën tjetër. Tash këtu, domethënë dyshohet që këtu ka një farë strategji Lumir Vjos, në farë mënyrë që hyrja e Vjosës nëpërmjet procesit zgjedhor ka qenë hapi i parë, hapi i dytë është që Lumiri dhe Vjosa më vonë ta marrin partinë dhe pastaj të krijohet një LDK e bazuar komplet me Lumirin. Edhe Vjosën dhe kështu të përjashtohen të gjitha këto figura që deri sot kanë punuar shumë për LDK. Po, Afërdit, e dëgjojmë shpesh edhe nga analistë që përparim Rama do të ishte ai që do ta shpëtonte LDK-n. Çka mendon? Edhe duhet të jetë. Po, ndërlidh në me pyetjen që bënë më herët që pse s'është deklaruar, unë sa e kom përcjell përparim Rama, ai nuk ka probleme mu deklaru për çështjet që ai. Po, këtë e thash unë, që zakonisht flet. Sigurisht ka qenë e momentet që nuk ka dashur me prish atë atmosferën e koncertit dje që ka pasur tonë ato figura, se nuk ka problem dhe nuk edhe pres që përparimi mu deklaru, sepse përparimi nuk ka komplekse. Kur do mu deklaru për diçka. Ndoshta për vetëvendosjen do të shonte ndonjë flash edhe dje. Nuk ka komplekse. Po, unë e kom pa përpari, unë nuk pajtona për shembull me shumë mënyra të menaxhimit të Prishtinës. Domethënë, a jemi dëshmitar që për llogun na ka ardhur deri këtu, jemi dëshmitar. Këtë gjë nuk mundna me mohu. Por a jemi dëshmitar, pastaj që ka probleme rreth buxhetit të Prishtinës për shkak të ndalesës që ja ka bërë qeveria, jemi edhe këtu dëshmitar. Por ajo që përparimin e karakterizon dhe e dallon nga të tjerët është guximi dhe mos kompleksiteti. S'ka komplekse përparimi. E thot, përparimi të thuhet
Ti, me Sami Lustakun, na i thot po, që unë përshkoj po pi kafe me Sami Lustakun, dhe që do një me thonë jo? Dhe me thonë... A është një shqiptar, një person që ka po luftu, pse më kompleksu, pse pi kafe me Sami. Ti Lëdërkën e ki me këto komplekse, Lëdërkën ti e dinë së në qatë kafe me asë një njerit të pëdërkën se andek në vun nga sindromi i tyne. Por, të pas parasysh që... Se po vjen zoni ti. Ndërhyrjet. Tu pas parasysh që për momentin i vetmi përparim Rama është që po i kundërvihet Albin Kurtit. Nuk po e ka problem. Ka dalë edhe në proteste, nuk e ka problem. Ja thot për Albinit, Dejonës, këtë kush... Mire, dhe Vjosa Osmani gjatë fushatës ta shumë gjëra për Albin Kurtin, a vërdit. Po Vjosa ka qenë tjetër pozicion. Vjosa ka bashkëpunu me to, dhe pastaj masi se boni presidente, tha ajo se kjo është i keq. Atë nuk pajtona. Dhe unë e menoj, në këtë situatë, përparimi do të ishte një zgjedhje shumë e mirë për Lëdërkën. Përparimi e tërhek frymen, do më thone, ka qatë parë aure që e tërheq frymen që nuk e ka patërsisht asë një opozitarë. Se s'po thonë veç për Lumirin, po asë një opozitarë. Po flitet shumë për një bashkëpunim të mund shumë vetëvendosje dhe Lëdërkën po në anën tjetër. Ne po shohim eksponent të vetëvendosjes gjatë këtyre ditëve në një farë forme janë talur me këto zhvillimet që po ndodhin brenda Lëdërkës. Sa shembull nëse nisim ajo që po flasin për gazin amerikan, s'munden me u marrë me menaxhu një gaz në peja, këto që i bënin në përjetës sociale. Dhe pra, duke i parë këto, sa është mundur realisht, sa mund të ndodhet të i kalohen për një bashkëpunim të mund shumë, mund të Engelbert, po. Po, unë nuk shoh të bashkëpunim duke pas parasysh përbërën praktë deputetëve të Lidhjes Demokratike, po edhe zërat që janë gjithandej në për Lidhjen Demokratike, të cilët do thotë nuk dojnë marrëveshje personale me Albin Kurtin, që mi që më thonë dëshirat e disa persona brenda partisë. E po tash, dua t'i di qëndrimet tuaja. Okej, situatën pëdim, ju personalisht, si Aferdita, a jeni që këto problematika, këto mos marrëveshje, këto gjithë që ndodhin edhe në aspektin personale që mund të jenë, të i kalohet gjithë shka dhe të mendohet për vendin, kjo është çështja, pra se vazhdimisht është kjo. Mes tyre nuk ka një marrëveshje. Nuk mund të ketë një marrëveshje, as mes VV-s shembull dhe PDK-s. Atëherë ne po na mbetet të shkojmë vetëm në zgjedhje disa muaj realisht. Unë personalisht mendoj që hapi i parë që duhet të ndodhë i vendi është që të edukohet vetëvendosja. Nuk mund vetëvendosja një anë të punoj kundër Amerikës, në tjetër anë kërkoj bashkëpunim me LDK-n, e cila Amerikën e shef si shpëtimtare, e shef si garanci për çdo shka. Në anën tjetër nuk mund të kërkosh bashkëpunim me PDK-n, po anën tjetër kërkon që themeluesi i PDK-s Hashim Thaçi që është në burg, këta i kërkojnë, do të thonë, abuzojnë me të një familje e fynë, e ofendojnë dhe kërkojnë publikisht që le qëndroj atje, sepse mirë atje ka vene tjera. Nuk mundaj me këto qëndrime që i ka vetëvendosja të kërkoj edhe bashkëpunim tash me këto parti. E anën tjetër kërkosh bashkëpunim me Ramush Haradinajn, Ramush Haradinajn e quhen tradhtar. Nuk mund ti tash edhe kërkosh ti ofendosh, ti fysh deri në këtë nivel dhe pastaj kërkosh bashkëpunim. Pra, hapi parë që duhet ndodhë këto që vetëvendosja të edukohen. Pra, i mungon edukimi politik vetëvendosjes. Ata duhet ta kuptojnë që ata kanë nevojë për partner për ta qenë Kosovën përpara dhe për të pasur partner ti duhet gjesh gjuhën e komunikimit të përshtatshëm me partner tu. Nëse ti këtë nuk e bën, atëherë ti nuk don partner dhe nuk don me çu Kosovën përpara. Kjo kishte më qenë hapi i parë. Në qovë se kjo kishte me ndodhë, atëherë edhe parti tjera normal që duhet të reflektojnë dhe të mendojnë për sepse pa bashkëpunim në Kosova nuk do të kemi qeveri, nuk do të kemi stabilitet dhe do mund të hecim përpara. Bashkëpunimi është thelbi, është bazamenti. Mbi këtë atë hecim përpara. Po, si kur e bëri pak të qarta se si do të shkoj rjedha, do tjetë konstituimi i kuvendit, do tjetë qeveria dhe do tjetë presidenti. Dhe më thënë, do të bëjë në kuvendin edhe qeverin, do të bëjë pas një bashkëpunim, edhe kur vjen koha të presidentit do të bashkëpunojnë. Në qovë se unë nuk jam partner në qeveri, atë çfarë bashkëpunimi për mbetit tjetër. Dhe më thënë, kjo prapë është një farë talje me palet që i ka përballë, edhe një farë hedhje e hirit syve të publiku, sepse publiku, dhe më thënë, nuk i analizon ka stel,
po thjesht thotë, ja Albini doli dhe po ofron bashkëpunim, por nuk është ky bashkëpunim, kjo është demagogji. Po, ta dëgjojmë edhe afërditën dhe po, se kemi ende. Me vetë faktin që kushtetuta dhe aktet dhe vendimet e kushtetusës e kanë sqaruar në një farë forme se qysh zgjidhen organet. Më thonë, në momentin që zgjidhet Kuvendi i Kosovës, që kryetari i Kuvendit e dim kujt i takon, domethënë është diçka kushtetuese dhe s'ka aty çfarë debati bën, hyjmë në afatin ligjor të zgjedhjes së presidentit, domethënë duhet të zgjedhet presidenti i vendit, që janë 60 ditë. Tash nëse këta tentojnë me zgjedh qeverinë, pastaj presidentin, s'dia do të kemi shkelje apo s'do të kemi shkelje kushtetuese, sepse unë nuk jam juriste, por ato që e kam lexuar dhe ato që i kam dëgjuar ekspertët e tyne e kushtetuesës dhe ata që kanë hartu ndoshta kushtetuesën thonë që më njëherë mas konstituimit të kuvendit duhet të bëhet zgjedhja e presidentit të vendit. Enver Hasani dje ka thënë këtë edhe për emisionin tonë në një përgjigje, do më thënë që agenda e parë pas konstituimit të kuvendit duhet të jetë presidenti. E kam dëgjuar dhe unë, ma shumë po citona atë ajës është një nga njohësit më të mirë të kësaj fushë, dhe nëse kemi te kalem, do më thënë të zgjedhet qeveria para presidentit të vendit, atër po thëmë që mund të ndodhë që të kemi shkelje kushtetuese dhe dikush ta çojnë kushtetuese. Do të thonë, këto filma që bëhen kanë më bë për me zvarrit procesin. Domethënë me shty procesin në një moment kur i përshtatet Albin Kurtit me çu sërish vendin në zgjedhje. Dhe opozita duhet ta lejojë këtë? Opozita e ka pak të vështirë për shkak të numrave, domethënë ndikimit të numrave, sepse opozita nuk po arrin mi pas numra ata s'me bën një qeveri të opozitës. Po, gjë që po kërkohet nga disa, që opozita të bëhet bashkë dhe po, është kërku vazhdimisht, është kërku edhe më herët në kohën kur e kanë pas mundësinë, po Lumiri u pat pozicionu që nuk duhen as me ato, as me to, ndërka që tash ka ndryshu qëndrim, po ka qepë shku me Albin Kurtin. Dëgjoj, ne kemi do procese shumë të rëndësishme përpara, me të ardhur ty një thirrje nga ambasada amerikane, që ti për gazin amerikan, dhe me ta sqaru si dy rrugit jo ane jo këne, dhe më thonë, me Amerikën o me Rusin, dhe ti mos me pas qëndrim për besë, këtu nuk do të me plajnë kërkush, këtu do të gjithë më qunë kam. Dhe më thonë, ne vazhdimisht e kemi orientimin pro-Amerikan, dhe na nuk duhet me leju për teket të askujt me ndryshu orientimin tonë. Para se dalim paketet e gazi Amerikan, së është shumë i përfolgja këture ditë besitim, diçka shumë interesante është që kemi një heshtje totale kështu nga PDK-ja. Po bre. Çka po ndodh në PDK? PDK-ja me sa kum pa, kanë shpallë zgjedhjet e brendshme, dhe po më duket po përgatiten mu fut në zgjedhjet të brendshme, dhe s'kam dëgjuar asnjë deklaratë të tyne, deklaratë që den nga njerëz që kanë kryetarë ose poste të rëndësishme në PDK ose vetë kryesia, ndonjë qëndrim rreth pas datës 7 qershor. Por ajo që është e rëndësishme është se sigurisht PDK-ja pret edhe 20 korrikun ato por pritet jepet vendimi i specialit, që është një vendim i rëndësishëm jo vetëm për Kosovën, por edhe për Partinë Demokratike. Ndoshta kjo është arsyeja që po shohim tash një heshtje dhe mas një deklarim mas sa janë për një koaliciona kundër, domethënë unë s'kam pas ndonjë intervistë që më thirë, është një parloj heshtje. Kemi parë disa në përpushime, sikur se të disa partive të tjera. Engelbert, dhe kjo është pyetja, pra, po flasim për shumë problematika në vendin tona, që ne edhe tek e fundit mund të shkojmë prapë në zgjedhje nëse nuk do të ketë një marrëveshje. Në anën tjetër, përballë Kurtit, pra kemi një opozit, kemi disa parti politike që i kanë problemet e veta, pra një LDK me këto përçarje, në anën tjetër në PDK që është në heshtje, Alianca që thotë se nuk do të bëhet pjesë e qeverisë Kurti, pra si mund të mos e fitoj këtë betejë, ta themi kushtimisht Kurtin përballë kësaj opozite? Në vërtet është opozita, domethënë nuk është duke kryer detyrën e vet që pritet të kryhet nga opozita. Opozita duhet të jetë aktive gjatë gjithë kohës, jo vetëm me fjalë, sepse aty këtu me disa fjalë po i dëgjojmë, ne kemi dëgjuar Abdullah Otin që në mënyrë indirekte kërkon që të fillohen të mendohet edhe për protesta në rrugë. Po këto janë vetëm, domethënë deri në këtë rast kemi fjalë që ose qëndrime dhe mendime politike të disa prej politikanëve. Po jo, këtu vetvendosja Albin Kurti në rastin konkret dhe kjo politika e tij për mua që po i bën dëme të mëdha Kosovës, ndalet me veprime.
këtu duhet bëhet një listë veprimeve konkrete, si brenda parlamentit, si në rrugë, si në media, pra njerëzit duhet, politikanët e opozitat duhet të delë me veprime konkrete që e ndalojnë këtë plan të Albin Kurtit që ta izoloj Kosovën, që ta vendos Kosovën në një pozicion anti-amerikan, që ta vendos Kosovën në një pozicion pro-lindje, se tash dikon e dëgjon duke thonë pro-Rusis, dikon pro-Turqis, dikon pro-Iranit, po gjithçka që ka ndodhur këtu është anti-Amerik. Edhe këtu ka argumentet e mjaftueshme. Vazhdimisht, kemi parë dhe këtyre ditëve eksponent që kanë folur edhe që nuk flasim me një shqetësim të tillë që do të thotë Amerika na shen në këtë fond për çështjen e gazit amerikan. Ata thonë sepse kanë frikë se pastaj po e thanë se asa populli nëse i thotë popullit hapta se jemi anti-amerikan, atë popullin ajo është pika fundit që populli do zgjohet. Ata do të bëjnë veprime kundër Amerikës, kundër interesave Amerikës, po këtej thonë popullit që jena me Amerikën dhe Amerika po na don. Po me qenë pro-amerikan, si ka mundësi që në 2020 në Albin Kurti është në qeveri dhe nuk ka arrit me bë asnjë vizitë as në Departamentin e Shtetit Amerikan as në shtëpinë e bardhë, është Gabriel Escobar në mënyrë demonstrative e ka lëshu procesin e dialogut dhe ka thënë që nuk duhet bashkëpunoj me këtë person. Ka sanksione të vazhdueshme, domethënë nuk ka komunikim zyrtar me Albin Kurtin. Pastaj problemet që kanë qenë me sanksionet e evropiane, pra Albin Kurti është ashëqare në drejtim të kundërt me politikat perëndimore. Tash unë dikush i shef fjalët e tjetrit që apo flet, po unë i shoh veprat. Dhe veprat më tregojnë që Kosova është e izoluar. Kosova sot nuk bën pjesë, ne sot nuk kemi as planin strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është i ndërprerë, por nuk ka asnjë bashkëpunim strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kjo është thënë zyrtarisht, kjo nuk është thënë nëpër kafe, nëpër rrugë. Pra është një ndërprerje e bashkëpunimit strategjik mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E tash këto janë tregues të mjaftueshëm që Kosova është në rrezik në këtë aspekt. Dhe në anën tjetër ne kemi pa që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë parafruar shumë me Serbinë. Pra shihni kemi dalë nga fush loja ku kemi qenë komod me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tash kemi dalë në anën tjetër ku jemi, domethënë, jo komod dhe jemi në rrezik. E përmendëm më herët PDK-n që folën për këtë heshtje, ka pasur dje një deklaratë që ishte gjithandej në media të Fatos Gecit për PDK-n, që thoshte që është themeluesja e krimit, korrupsionit dhe hajnisë. Asë që du me komentu deklaratat e ti. Dhe më thonë, nëse di që a i ka një deklarat të messhme, një njeri që lutet mu dënu përjetësisht njërin nga themelusit e UÇK-s dhe njëri që ka shpallë pavarësinë në Kosovë, që kimi a komentu deklaratat atina. E në anën tjetër, edhe njëherë tjetër, nëse e ka bërë me dje, edhe më herët Albulena Haxhiu ka thënë që nuk do t'jetë kandidate për presidentët. Pa, ajo është kandidate, sigurisht të tjetë kandidate për kryetare të kuvendit, dhe është komode në aty, pasaj po vazhdon me ushtru edhe pozicionin e ushtruesës së detyrës së presidentit, do më thonë, peshe edhe qysh është presidenta dhe kënera. Mesija është ka thënë që pas certifikimit për atë rezultateve, do të nisin diskutime, takimet mes partive për çështjen e presidentit. Sa besoni, në këtë dua të dalë? To janë fjali të njohura janë këto. Dhe më thonë, edhe mas gjendjeve të kalume, kemi pa... A duhet të shkojë opozita në këto moment në këto takime? Dëgjam, opozita duhet ta ketë qartë nëse shkon në takimet. Qartë duhet ta ketë. Çështjen e parë, duhet t'i ketë disa parime para vetë të opozita. Edhe disa emra mbase, a? Po, parimin e parë duhet ta ketë. Çka menon kjo parti për gazin amerikan? Puna e parë të të mëkron e opozitës që kjo. Se opozita nuk mundet me hinë loj, me dikon, pasaj që nesër a i merë një vendim, dhe ku jeti, ti ke qenë pjesë e që aty. Në më thonë, unë e di që edhe PDK, edhe LDK, edhe AKU i kanë të qarta qëndrimet rreth çështjeve që janë të lidhura me Amerikën. Në rastin konkret, edhe çështjes së gazit amerikan, se nuk besoj që këto parti mujnë veç mu qmenë me menu në ryshe. Pra, po thua që këto parti kur shkojnë në takime, para se të flasin për çështjen e presidentit, duhet të flasin për gazin amerikan. Duhet me pas sa parime, sepse, jo vetëm për gaz, unë thash, jo vetëm për gaz, për njërë nga ato. Është pak e vështirë me besu, është pak e vështirë. Këto partije kanë provu, kanë qenë në takime, jo ndalë për takimeve, tjetër gjë është full në takime, tjetër gjë është tonë pas
takimit. Dhe më thonë, unë i kuptoj që këto partit nuk kanë besueshmëri sepse nuk ju ka dhënë elementet të besueshmërisë. Pastaj vetë në një moment e ka thonë, unë me Ludokën kam qeverisë 51 ditë, sot më qeverisë as 5 orë. Apo kupton, është normale mos besimi. Por partit opozitare duhet me kanë më të zëshme rreth disa çështjeve, me të cilat është tu përballë Kosova, e të cilat partit po heshten. Po Engelbert? Në këtë pikën, se a duhet të shkojnë partit dhe si duhet të shkojnë në këto takime, unë i përmenda edhe emrat, sepse nga takimet e kaluara, ju i dëgjoni edhe sot, kur flasin vetëvendosje, pra akuzon dhe thotë që nuk kanë ardhur me emra konkret. Po, në gjatë se këtu, unë jam dakord me ata që duhet të kemi parime, do të thonë ne duhet i vendosim disa gjëra që do të thonë janë interes të shtetit, po jo të partive politike dhe të individëve të caktuar. Interesi i parë i shtetit është që do të thonë ne ta trajtojmë me seriozitet çështjen e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mos harro, është i vetmi moment që do të thonë po vazhdon një lloj bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është mbështetja që jepet FSK-s. Por dhe ajo mbështetje FSK-s ku jepet fal një marrëveshje 10 vjeçare që është arritur në 2018 dhe amerikanët po çojnë deri në fund këtë marrëveshje. Po në këtë politikë ne edhe atë marrëveshje kur përfundon, ne do të mbesim pa asnjë bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atëherë është puna shumë keq. Kështu që ne duhet marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet i trajtojmë me prioritet. Pra ne të kthehemi asaj marrëveshjes strategjike me Shtetin e Bashkuara të Amerikës. Që jemi pjesë e strategjisë së SBA-ve. Ne jemi jashtë radarit të SBA-ve, domethënë nuk kemi mbet komplet jashtë lojë dhe kjo është rrezik i madh për ne. Pastaj janë edhe probleme tjera, është diskutimi i dialogut me Serbinë, pastaj ka probleme për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, pastaj politika përçarëse shqiptare kombëtare, ne sot domethënë me ardhin e Albin Kurtit sot kemi përçarje mes Kosovës dhe Shqipërisë, Kosovës dhe Luginës së Preshevës, Kosovës dhe shqiptarëve Maqedoni. Pra këto janë gjëra që ne duhet të kemi parime dhe të merremi vesh se si duhet të veprohet, po jo mjafton me ardhin e Albin Kurti edhe sot Kosova është shihet si problem për çdo marrëdhënie, domethënë edhe me Evropën, edhe me Amerikën, po edhe me marrëdhëniet brenda shqiptare. Pastaj duhet kemi marrëveshje edhe për çështjet ekonomike. Mos harrojmë Kosovë, kjo është dhënë shumë asdore, po ekonomia e Kosovës është në rënje të lehtë, domethënë është duke rënë në grëmin. Pastaj kemi edhe parime, marrëveshje për investimet strategjike në Kosovë. Po, vetëm për to, Engelbert, duhet mendoj edhe opozita, le ta themi, edhe situata brenda partive duhet të i kalojnë mbase për çështjen e interes të vendit. Po pikërisht këto janë gjëra që duhet, domethënë të jemi konkret, populli të kuptojë se cilat janë probleme dhe cilat probleme do t'i çojë përpara nesër një qeveri e ardhshme. Po këtu kur i kemi dëgjuar, ne ka vite, 2-3 vite që ne dëgjojmë emra mbi emra, kush ka më qenë president, kush ka më qenë kryeminist, ne nuk i kemi dëgjuar asnjëherë që këta po përplasen për shkak të këtyre parime, për shkak të këtyre politika dhe strategjike. Edhe këtu duhet me qenë problemi. Me që përmende Shqipërinë, me gjithë këto probleme që jemi, duhet ta nisë nga Fërdita këtu, gjithsesi ka prej tyre që janë duke qenë prezente, duke marrë pjesë në protestën në Tiranë, për cilin po ashtu ka një debat të fortë që duhet të marrin pjesë apo jo. Dua nga një koment, si po e shihni këtë zhvillim në Shqipëri? Fërdit. E para, unë shkoj në Shqipëri shumë shpesh, edhe i kom pa në Shqipëri ndryshimet prej para vitit 99, do për herë parë kam qenë diku 95, edhe shkoj çdo vit, domethënë shumë shpesh gjatë vitit. Është fakt që në Shqipëri ka mos pajtime, nuk ju pëlqen qeveria, jo vetëm kjo qeveri, kush do të vjen qeveria atje nuk ju pëlqen. Kam pas, kam shok, kam miq, kam. Tash po organizohet një protest, edhe cila sot e ka ditën 25-26, nuk e di cilën. Protesta është e drejtë e themelore, nuk mundesh me ja mohu kërkush, po duhet me ditë për çka po organizohet ajo protest. Dhe ajo që unë po e shoh të çuditshme është po kjo te pyetja jote, pikërisht pjesëmarrja e njerëzve nga Kosova ose thirrja e njerëzve nga Kosova për protestën në Shqipëri. Domethënë, tyne më shumë po ju intereson me rrezu Edi Ramën në Shqipëri se sa mi zgjidh problemet që na i kemi. A është një thirrje organizuar sipas teje apo? Dgjoj, unë nuk i kuptoj njerëzit çka dojnë ose çka duhen më marr. Domethënë, unë e du Shqipërinë, ti e do Shqipërinë, gjithë e dojmë Shqipërinë. Domethënë, jena rrit, jena na lidhë, është shteti jam. Por
as nuk jetojmë në Shqipëri, as nuk paguajmë taksë, as nuk paguajmë tatim, as do të thonë në Shqipëri ne shkojmë e vizitojmë si turist, si Shqipëri, si për çfarë shkojmë në Shqipëri. Dhe të thirrët, bëhet thirrje për me shku me protestu në Shqipëri për çështje të brendshme, për të cilat edhe ajo protesta ne nuk po di për çfarë po organizohet, apo organizohet për Zvernecin, apo organizohet për Sazanin, apo organizohet me Rrxu Edi Ramën, apo organizohet për rritje çmimeve, domethënë as ajo nuk e ka një thelb të organizimit. Filloi për diçka dhe dul në diçka tjetër. Domethënë, unë këtu nuk e shoh të drejtë pjesëmarrjen e qytetarëve nga Kosova dhe thirrjen e qytetarëve nga Kosova me ju bashkangjitë protestës në Shqipëri. Përdorimin e simbole? Ta përfundoj. Për shkak se e ndërlidhin me çështje të Kosovës. Dëgjoj, ne në Maqedoni kemi pas tash frek problemin e gjuhës shqipe. Nëse ti shkon dhe i bashkangjitës protestës në Maqedoni për çështjen e gjuhës shqipe është diçka kombëtare, diçka që bashkëvendasve tu po ju shkelen të drejtat elementare, e drejta e gjuhës. Por të shkosh të protestosh në Shqipëri për çka? Do më thotë ti se ti Pavakia s'kush Zverneci, po proteston po proteston. Po simbolit e UÇK-s që po përdoren? Po pse duhet të jetë simboli UÇK-s aty? Do më thonë ne të gjithë e dim cila është vlera e simbolit të UÇK-s dhe për çka është themelu dhe ka luftu UÇK-ja. Do më thonë UÇK-ja ka luftu edhe simbolit e UÇK-s janë përdor gjatë luftës UÇK-s përdoren sot në festa, në familje, i mbajmë që ku e komën si shaj respekti, si shaj vlere për luftën për ushtrinë shqiptare të Kosovës. Por UÇK-ja ka luftu kundër një regjimi që ka bërë masakra, gjenocid, kundër një pushtuesi. Pse duhet të jetë simboli UÇK-s në protestën në Shqipëri? Absolutisht se kuptoj, edhe absolutisht se ka vendin. Engelbert, përqendrua në këtë që tha pak më herët Afërdita. Kujt e intereson në Kosovë për ta rrëzuar Edi Ramën? Po tash në këtu dihet, është Albin Kurti, i cili tash na e dimë edhe që marrëdhëniet e Albin Kurtit me Edi Ramën janë në zero, ne e dimë pse ka ardhur Albin Kurti në qeveri. Një herë dy kanë jenë taku bashkë, pastaj janë ndërprer ato mbledhjet e dy qeverive. Pra këtu ka një ftofje të marrëdhënieve në mënyrë ekstreme. Edhe le që ka ftofje marrëdhëniesh, po ka edhe plane, domethënë kundër njëra tjetrës. Unë më shumë them Albin Kurti ka plane kundër Edi Ramës, bile e themeloi edhe partinë vetëvendosje që për shku për ta dëmtuar Edi Ramën në Shqipëri, po nuk ja doli. Unë me këtyte protestat, edhe këto protesta, unë jam pro protesta. Do të thënë, thash edhe më herët që kërkoj edhe nga opozita në Kosovë që përveç fjalëve pas edhe veprime në këtë rast edhe protesta, dhe jam dakord. Por protesta duhet të ketë qëllim, edhe protesta duhet të ketë organizim. Ne po shohim se në Shqipëri ajo protestë është konfuze, do të thënë nuk ka një qëllim të përbashkët. Aty ka shumë grupacione, interesa po themi grupore, të cilët kanë dalë aty dhe i ndrojnë ato dhe nuk ka një organizim, nuk ka tash doli ky Dritan Goxhaj që si një zëdhënës, po unë kam informata shumë që numri i madh i atyre grupeve që janë në protestë nuk e pranojnë nga Dritan Goxhajn si zëdhënës ose si përfaqësues i tyre, pavarësisht se ai ka dalë dhe ka folë aty. Edhe kur kaq konfuze është kjo protestë, edhe kur po ndodh kjo, në kohën kur po fillon faza e turizmit në Shqipëri, në kohën kur Shqipëria i ka përmbyll të gjithë grupet e kapituit për integrimin evropian dhe në kohën kur të gjithë liderët e Bashkimit Evropian dolën edhe thanë që 2030 është shumë lart për Shqipërinë të futet në Evropë, duhet të ndodhë kjo sa më parë. Në normal që kjo është një problem për shtetet që nuk ja dojnë të mirën në Shqipëri, si Serbia, Greqia, Irani e tjera. Këtu kjo do shumë me mendu edhe me kuptu që këto protesta ka një dorë mrapa që qëndron, që i konvenojnë, po. Tash gjitha këto gjana, do me thonë, edhe ti që është nga Kosova, merë flamurin e UÇK-n, shkon e futësh aty në mes protestës, po me sa farë mene bën këtë punë. Rinë shpitane, ke problemet e shtëpisë tane, merë me problemet tua, ka Kosova shumë ma shumë probleme se Shqipnia. Kështu që merru me problemet e tua, në asnjë mënyrë nuk kemi drejt ne të përzihemi në punët e brendshme të Shqipërisë. Mos harrojmë, ne jemi dy shtete shqiptare, jemi një kombë, jemi një gjak, jemi një popull, por politikisht. Ne jemi në aspektin administrativ dhe politik, jemi ngara dy shtete dhe i kemi problemet e tona, janë si dy vllazën në dy shtëpi të veta.
dhe nuk ka drejt një vëlla të përzihet në shtëpinë të tjetrit sepse secili ka problemet e veta. Ne duhet ta kuptojmë këtë. S'kemi çka përzihemi në problemet e Shqipërisë. Jo thot dikush thot po jemi shqip e kemi një gjak. Po mos harro se edhe austriakët edhe gjermanët janë një popull, një gjuhë, flasin një kulturë kanë. Shteti është shtet, nuk i përzihen njëra tjetrës. Kjo është emancipim, kjo është kulturë. Ne duhet ta kuptojmë këtë punë. Tash ata janë në problemet e veta, janë duke u përballë me këtë situatë, por unë mendoj që edhe kjo do të kaloj, edhe jam i bindur që kurdo që të marrin zgjedhjet e ardhshme e Tirana prapë do të fitojë zgjedhjet. Do të fitoj thua. Se ka shumë prej tyre që e shohin fundin e Tiranës. S'ka alternativë tjetër. I ka 150.000 njerëz në shesh, po i ka 900.000 votues ka për veti. 800 po. Engelbert, faleminderit shumë që u lidhe sot. Dhe këtë diskutim të gjatë natyrisht për aktualitetin në Kosovë, por edhe në Shqipëri, sepse edhe protesta është e pashmangshme. Faleminderit shumë. A vërtet analistat kanë filluar me na shku pushim. A ke menduar për pushim ajo? Të dielën ikro. Të dielën ik, po në fakt a vërtet normal në Shqipëri. Po. Shqipëria. Po. Ku saktësisht? Se dje realisht në folëm për Shqipëri, për pushimet. Mes Jugrit dhe mes Veriut, do më thonë aty ka është spillën një plazh ma qeti. Dhe e trajtuam këtë avërdita realisht që ka një shqetësim atje sa i përket sezonit turistik për shkak të protestës. Dëgja, është normale. Viteve, do më thajmë këtë vit, po viteve të fundit ne kemi pas storje shumë nga mediumet ma prestigjioze të botës për Shqipërinë. Shqipëria ka qenë top. Për perlën e Shqipërisë, dhe më thënë on top, CNN-in dhe Guardian, plot kanë shku. Dhe tash në plus, jemi në fazën, Shqipëria është në fazën para antarësimit të Bashkimit Evropian. Një hapi ka para antarësimit të Bashkimit Evropian. Turizmi ka fillu, andej, negociatat dhe ty qohësh protestan për çka? Unë, sa kam shku në Shqipëri, kove të fundit ma shumë kam po të huj, se sa kam po që folin Shqip. Dhe cili është mesazhi që përdojnë këto protesta për turizmin dhe për të huj që dojmë me arme me vizitu Shqipërinë. Vërtit, faleminderit për sot. Faleminderit edhe juve.